Kapitulli i 9. I vetmi Perëndi i urtë. Çfarë nënkupton Bibla kur e quan Perëndin të urtë? Urtësia përcaktohet në shkrim si një cilësi sa morale, aq edhe intelektuale, më shumë se sa thjesht inteligjencë ose njohuri, sikurse edhe është më shumë se sa thjesht zgjuarsi ose shkathtësi. Që ne të jemi me të vërtetë të urtë sipas kuptimit të Biblës, atëherë inteligjenca dhe zgjuarsia jonë duhet të shfrytëzohen për një qëllim të drejtë. Urtësia është aftësia për të parë, si dhe prirja për të zgjedhur synimin më të mirë dhe më të lartë, bashkë me mjetet më të sigurta për të arritur atë. Në fakt, urtësia është ana praktike e mirësisë morale. Si e tillë, ajo gjendet në plotësinë e saj vetëm në Perëndin. Vetëm ai është i urtë në mënyrë të natyrshme, të plotë e të pandryshueshme. Urtësia e tij është përherë zgjuar, thot vërtetësisht një himn. Perëndia është gjithmonë i urtë në gjithçka që ai bën. Siç deklaronin teologët e hershëm, urtësia është esenca e tij, ashtu sikurse janë esenca e tij edhe fuqia, e vërteta dhe mirësia, domethënë elemente thelbësore në karakterin e tij. Urtësia e jona dhe e Perëndisë. Urtësia njerëzore mund të pengohet nga faktorët rrethanor jashtë kontrollit të personit të urtë. Ahithofeli, këshilltari tradhtar i Davidit, tha një këshill të mirë kur e nxiti Absalomin që ta azgjësonte menjëherë Davidin, përpara se ky ta merrte veten nga tronditja fillestare që pësoi prej rebelimit të Absalomit. Mirëpo Absalomi u tregua i pamend, duke ndjekur një rrugë tjetër. Atëherë, Ahithofeli i natosur nga krenaria e lënduar, duke parashikuar që tashmë revolta do të dështonte dhe duke mos mundur t'ia falte vetes që ishte treguar kaq i marrë sa të bëhej pjesë e rebelimit, shkoi i dëshpëruar në shtëpinë e tij dhe vari veten. 2 Samuelit, kapitulli 17. Mirëpo urtësia e Perëndisë nuk mund të pengohet ashtu siç u pengua këshilla e mirë e Ahithofelit, vargu 14, sepse ajo shoqërohet nga plotfuqia e tij. Fuqia është po aq pjesë esenciale e Perëndisë sa edhe urtësia e tij. Gjithdija që qeveris gjithë fuqinë, fuqia e pafundme që drejtohet nga urtësia e pafundme, është një përshkrim biblik thelbësor i karakterit hyjnor. Perëndia është i urtë nga zemra dhe i fuqishëm nga forca. Jobi, kapitulli 9, vargu 4. Por tek ai gjejmë urtësinë dhe forcën. Jobi, kapitulli 12, vargu 13. Perëndia është i fuqishëm në forcën e diturisë së tij. Jobi 36, vargu 5. Ai ka madhështinë e fuqisë së tij dhe forcën e tij. Zgjuarsia e tij është e panjohshme. Isaia, kapitulli 40, vargu 26 dhe 28. Atij i përkasin dituria dhe forca. Danieli, kapitulli 2, vargu 20. E njëjta lidhje shfaqet në Dhjatën e Re, por atij që mund t'ju fuqizojë juve, sipas Ungjillit tim, Perëndisë të vetmi të urtë. Romakëve, kapitulli 16, vargu 25 dhe 27. Urtësia pa fuqinë do të ishte mjerane por si një kallam i thyer. Fuqia pa urtësinë do të ishte thjesht e frikshme. Mirëpo urtësia e pakufishme dhe fuqia e pafundme janë të bashkuara në Perëndin, dhe kjo e bën atë tërësisht të denjë për besimin ton të plot. Urtësia e plot fuqishme e Perëndisë është gjithmonë në veprim dhe kurrë nuk dështon. Ajo na zbulohet në të gjitha veprat e tij të krijimit, të provanisë dhe të hirit. Nëse nuk e dallojmë urtësinë në këto vepra, atëherë nuk po i dallojmë ato ashtu si duhet. Mirëpo ne nuk mund ta dallojmë dot urtësinë e Perëndisë pa ditur synimin përfundimtar për të cilin ai po punon. Shumë njerëz gabojnë në këtë pikë, duke e keq kuptuar atë që Bibla thot kur deklaron që Perëndia është dashuri. Shih 1 e Gjonit, kapitulli 4, vargjet 8 deri në 10. Ata mendojnë se Perëndia ka për qëllim që t'u sigurojë të gjithëve një jetë pa vështirësi, pavarësisht gjendjes së tyre morale dhe frymërore. Kështu që sa herë ballafaqohen me ndonjë gjë të dhimbshme dhe shqetësuese, si sëmundje, aksident, lëndim, humbje e vendit të punës ose vuajtje e të afërmve, ata dalin në përfundimin se urtësia e Perëndisë apo fuqia e tij, ose të dyja këto bashk, kanë dështuar, ose fundja, Perëndia nuk ekziston. Mirëpo kjo ide e qëllimit të Perëndisë është krejtësisht e gabuar. Urtësia e Perëndisë nuk është zotuar kurrë që t'i jap lumturi një bote të rënë,
ose ta bëjë të rehatshme jetën në mëkat. Ai nuk u ka premtuar as të krishterëve një jetë pa vështirësi, por pikërisht të kundërtën. Ai ka në mendje synime të tjera për këtë botë, sesa thjesht t'u jap të gjithëve një jetë të lehtë. Atëherë çfarë po kërkon ai? Cili është qëllimi i tij? Çfarë synon të arrijë ai? Kur na krijoi, qëllimi i tij ishte që ta donim dhe ta nderonim atë, ta përlëvdonim me larmin dhe kompleksitetin e botës së tij të kopsitur në mënyrë kaq të mrekullueshme, ta shfrytëzonim atë botë sipas vullnetit të tij dhe, në kështu, ta shijonim si botën, ashtu edhe vetë Perëndin. Edhe pse kemi rënë në mëkat, Perëndia nuk e ka braktisur qëllimin e tij të parë. Ai ende ka në plan që një mori e madhe njerëzish ta duan dhe ta nderojnë atë. Objektivi përfundimtar i Perëndis është që t'i sjellë ata në atë gjendje ku ata kënaqin atë plotësisht dhe ta lavdërojnë siç duhet. Një gjendje në të cilën ai është gjithçka për ta, ku ai dhe ata ngazëllohen vazhdimisht në njohurinë e dashurisë së njëri tjetrit. Njerëz që ngazëllojnë në dashurinë shpëtuese të Perëndis, e përcaktuar për ta që nga përjetësia, dhe Perëndia që ngazëllon në dashurinë reaguese të njerëzve, e cila nxitet nga hiri dhe përmes ungjillit. Kjo do të jetë lavdia e Perëndis, si dhe lavdia jon, cili do qoftë kuptimi i kësaj fjale të rëndësishme. Mirë po kjo do të arrihet plotësisht vetëm në botën e ardhshme, në kontekstin e transformimit të gjithë rendit të krijuar. Megjithatë, Perëndia punon ndërkohë me këmbgulje drejt këtij qëllimi. Synimet e tij të tanishme janë që të tërheqë burra dhe gra në një marrëdhënie besimi, shprese dhe dashurie me të, duke i çliruar ata nga mëkati dhe duke shpalosur në jetën e tyre pushtetin e hirit të tij, duke i mbrojtur njerëzit e tij nga forcat e së ligës dhe duke përhapur në mbar botën ungjillin, përmes të cilit ai sjell shpëtimin. Zoti Jezu Krisht zë vendin qendror në përmbushjen e çdo pjese të këtij qëllimi, sepse Perëndia e dërgoi birin e tij njëkohësisht si shpëtimtar nga mëkati, të cilit duhet i besojmë, dhe si Zot të kishës, të cilit duhet i bindemi. E kemi trajtuar tashmë se si u manifestua urtësia hyjnore në mishërimin dhe kryqin e Krishtit. Tani do të shtojmë që urtësia e Perëndis në mënyrën se si ai trajton njerëzit duhet parë në dritën e qëllimit kompleks për të cilin kemi folur. Mënyra se si Perëndia i trajton njerëzit e tij. Në këtë pikë na vinë ndihmë biografitë e Biblës, ilustrimet më të qarta për mënyrën se si Perëndia i qeveris jetët e njerëzve mund t'i gjejmë në disa nga historitë e shkrimit. Merrni për shembull jetën e Abrahamit. Abrahami ja doli të mashtronte rëndomt disa herë, duke rrezikuar kështu dëlirësinë e bashkëshortes së tij. Zanafilla kapitulli 12 vargjet 10 deri në 20. Duket qartë që për nga natyra, ai nuk kishte ndonjë kurajo të fortë morale. Gjithmonë i shqetësuar vetëm për sigurinë e tij personale. Zanafilla kapitulli 12 vargjet 12 deri në 13 dhe kapitulli 20 vargu 11. Ai gjithashtu ishte i brisht përballë trysnisë. Ai u dorëzua këmbguljes së gruas së tij dhe pati një birë me bashkëshorten e saj, Agarin. Kur Sarai reagoi, duke e akuzuar Abrahamin në mënyrë histerike ndaj krenarisë që Agari shfaqi për shtatzaninë e saj, ai e lejoi Sarain që ta dëbonte Agarin nga shtëpia. Zanafilla kapitulli 16 vargjet 5 dhe 6. Duket qartë pra që Abrahami nuk ishte nga natyra një burr me parime të forta dhe kishte një farë mangësie në mbartjen e përgjegjësive. Mirëpo Perëndia, në urtësinë e tij, e trajtoi këtë personazh të shkujdesur dhe as pak heroik në mënyrë aq të frytshme, saqë Abrahami jo vetëm që e përmbushi rolin që i kishte ngarkuar në atë frazë të historisë së kishës, si banori i parë i Kanaanit, si përfituesi i parë i beslidhjes së Perëndis, tek Zanafilla kapitulli 18 vargu 17, dhe si babai i Isakut, fëmijës së mrekullisë, por edhe u transformua në një njeri të ri. Abrahami kishte nevojë për të gjitha që të mësonte praktikën e të jetuarit në praninë e Perëndis, që ta shihte të gjithë jetën e tij të lidhur me të dhe të njihte vetëm atë si komandantin, mbrojtësin dhe shpërblyesin e tij. Ky ishte mësimi i madh ku Perëndia u përqendrua që me urtësinë e tij t'ia jap Abrahamit. Mos ki frikë Abraham, unë jam mburoja jote dhe shpërblimi yt do të jetë shumë i madh. Zanafilla kapitulli 15 vargu 1. Unë jam Perëndia i plot fuqishëm, ec në praninë time dhe qëndroj i ndershëm, i sinqert dhe i përkushtuar,
Zanafilla kapitulli 17 vargu 1. Perëndia e ballafaqoi vazhdimisht Abrahamin me veten e tij, duke e udhëhequr deri në atë pikë sa me gjithë zemër ai mund të thoshte bashkë me psalmistin: Cilin kam në qiell veç teje, dhe mbi tokë nuk dëshiroj tjetër njeri veç teje. Perëndia është kështjella e zemrës sime dhe pjesa ime në përjetësi. Psalmi 73, vargjet 25 dhe 26. Rezultatet e këtij mësimi në jetën e Abrahamit i shohim në vazhdimin e historisë. Dobësitë e vjetra u shfaqën sërish me raste, por për krah tyre u shfaq një fisnikëri dhe një pavarësi e re si rezultati i zhvillimit të zakonit të ecjes me Perëndin, si rezultati i prehjes në vullnetin e tij të zbuluar, i mbështetjes tek ai dhe prehjes në të, i dorëzimit përpara provanisë së tij, madje dhe bindjes ndaj tij, kur ai urdhëronte diçka të çuditshme ose të pazakontë. Nga një njeri i botës, Abrahami u bë një burr i Perëndisë. Kështu teksa i përgjigjet thirrjes së Perëndisë, largohet nga vendi i tij dhe udhëton përmes vendit që do të trashëgojnë pasardhësit e tij. Zanafilla kapitulli 12 vargu 7. Kujtoni që Abrahami nuk zotëroi asgjë në Kanaan, veç një varri. Zanafilla kapitulli 25 vargjet 9 dhe 10. Ne dallojmë tek ai një zemërbutësi të re, kur ai refuzon të përdorë të drejtën e tij për të zgjedhur përpara Lotit, nipit të tij. Kapitulli 13 vargjet 8 dhe 9. Ne dallojmë gjithashtu një kurajo të re, kur ai niset me vetëm 300 burra për të shpëtuar Lotin nga ushtria e përbashkët e 4 mbretërve. Kapitulli 14 vargjet 14 dhe 15. Ne dallojmë një dinjitet të ri, kur ai refuzoi të mbajë plaçkën e luftës, që të mos thuhej se u bë i pasur nga mbreti i Sodomës, por nga shumë i larti Perëndi. Kapitulli 14 vargjet 22 dhe 23. Ne dallojmë një durim të ri, kur ai pret një çerek shekulli, nga mosha 75 vjeç derisa u bë 100 vjeç, për të marrë birin e tij të premtuar. Kapitulli 12 vargu 4 dhe kapitulli 21 vargu 5. E shohim të shndërrohet në një burr që lutet, një ndërmjetësues i paepur, i cili ndjen mbi vete barrën e përgjegjësisë përpara Perëndisë për mirëqenien e të tjerëve. Kapitulli 18 vargjet 23 deri në 32. Në fund të jetës e shohim plotësisht të përkushtuar ndaj vullnetit të Perëndisë dhe aq besplot në atë që Perëndia bën, saqë është i gatshëm t'i bindet urdhrit të Perëndisë për të vrarë birin e tij, trashëgimtarin, lindjen e të cilit e kishte pritur aq gjatë. Kapitulli 22. Me sa urtësi ja dha Perëndia këtë mësim, dhe sa mirë e përvetësoi Abrahami. Jakobi, nipi i Abrahamit, kishte nevojë për një trajtim tjetër. Jakobi ishte një djalë mamaje kokfort, i bekuar ose i mallkuar, me të gjitha instiktet oportuniste dhe ftohtësinë amorale të një sipërmarrësi. Në urtësinë e tij, Perëndia kishte planifikuar që Jakobi, ndonse jo i paralinduri, do ta kishte trashëgimin dhe bekimin e të paralindurit, ndaj dhe do të trashëgonte premtimin e beslidhjes. Kapitulli 28, vargjet 13 deri në 15. Perëndia kishte planifikuar gjithashtu që Jakobi të martohej me kushërirat e tij, Lean dhe Rakelën, dhe të bëhej babai i 12 patriarkëve, të cilëve do t'u kalonte premtimi. Kapitujt 48 dhe 49. Mirpo Perëndia në urtësinë e tij kishte vendosur që t'i rrënjoste Jakobit besimin e vërtet. Jakobi nuk kishte as pak qëndrim të perëndishëm gjatë jetës së tij, dhe kjo duhej të ndryshonte. Jakobi duhej të largohej nga besimi në zgjuarsinë e tij dhe të mbështetej te Perëndia. Ai duhej sjell në atë pikë sa të urrente natyrën e tij mashtruese në marrëdhëniet me të tjerët. Ndaj, Jakobi duhej sjell në atë pikë mosbesimit të thellë në vetvete, saqë duke ndjer dobësinë dhe marrëzinë e tij të plotë, të mos përpiqej të përfitonte duke i manipuluar të tjerët. Mbështetja e Jakobit te vetvetja duhej të rrënjosur një herë mirë. Me një urtësi të durueshme, sepse Perëndia gjithmonë pret për kohën e duhur, Perëndia e udhëhoqi Jakobin deri në atë pikë ku ai mund të vuloste në shpirtin e tij në mënyrë të pakthyeshme dhe të përhershme ndjesinë e domosdoshme të paaftësisë së tij totale. Ne mund të nxjerrim mësime duke ndjekur hapat që Perëndia ndoqi për ta bërë këtë. Së pari, gjatë një periudhe pothuajse 20 vjeçare, Perëndia e la Jakobin të zhytej në thurjen e skemave të ndërlikuara të mashtrimit me pasojat e tyre të pashmangshme, mosbesimin reciprok, miqësi të shndërruara në armiqësi dhe izolimin e mashtruesit.
Pasojat e zgjuarsisë së Jakobit ishin në vetvete mallkimi i Perëndis mbi atë zgjuarsi. Kur Jakobi ja pati marrë me dinakri Esaut bekimin dhe të drejtën e trashëgimisë të paralindurit, kapitulli 25, vargjet 29 deri në 34 dhe kapitulli 27, vargjet 1 deri në 40. Esau kërkoi shpagim, dhe kjo është e natyrshme, kështu që Jakobit ju desh të largohej me të shpejt nga shtëpia. Ai shkoi te daja e tij Labani, i cili rezultoi të ishte po aq mashtrues sa edhe Jakobi. Labani e shfrytëzoi pozitën e Jakobit dhe e mashtroi që të martohej jo vetëm me vajzën e tij të bukur, të cilën Jakobi e donte, por edhe me vajzën e madhe me sytë e perënduar, të cilës nuk do të mund t'i gjente një burr të mirë. Kapitulli 29, vargjet 15 deri në 30. Përvoja e Jakobit me Labanin ishte rasti tipik i shprehjes çfarë të mbjellësh edhe do të korrësh. Perëndia e përdori këtë përvojë për t'i treguar Jakobit se çfarë do të thoshte që të ishe pala e mashtruar. Jakobi duhej ta mësonte këtë në mënyrë që të urrente mënyrën e tij të vjetër të jetesës. Mirëpo Jakobi nuk ishte kuruar ende. Ai reagoi menjëherë dhemb për dhemb, duke manipuluar mbarshtimin e kopeve të Labanit me kaq dinakri, me kaq përfitim personal dhe dëmtim të punëdhënësit të tij, saqë nxiti zemërimin e Labanit. Jakobi e kuptoi se duhej të largohej bashkë me familjen e tij për në Kanaan, përpara se Labani të ndërmerrte veprime hakmarrëse. Kapitulli 30 vargu 25 dhe 31 vargu 55. Perëndia i cili deri tani e kishte duruar pa e qortuar pandershmërinë e Jakobit, e nxiti atë të largohej. Kapitulli 31 vargu 3 dhe kapitulli 11 vargu 13. Krahaso me kapitullin 32 vargu 1 dhe 2 dhe kapitullin 9 vargu 10. Sepse ai e dinte se çfarë do të bënte gjatë këtij udhëtimi. Pasi Jakobi u nis, Labani e ndoqi dhe ja bëri të qartë se nuk dëshironte ta shihte më Jakobin të kthehej pas. Kapitulli 31. Kur karvani i Jakobit arriti në kufit e territorit e Esaut, Jakobi i dërgoi vëllait të tij një mesazh mirësjelljeje për mbërritjen e tij. Mirëpo nga përgjigjja që mori, ai mendoi se Esau ishte nisur kundër tij me një grup të armatosur për t'u hakmarrë për bekimin e vjedhur 20 vite më parë. Jakobi u zhyt në dëshpërim të thellë. Tashmë kishte ardhur koha e Perëndisë. Perëndia e takoi Jakobin teksa ai qëndronte i vetëm buz lumit Jabok. Kapitulli 32 vargjet 24 deri në 30. Një konflikt dëshpërues e plot agoni ndodhi për disa orë. Një konflikt frymëror, por në përjetimin e Jakobit edhe fizik. Jakobi kishte gjetur Perëndin. Ai kërkonte një bekim, sigurinë e favorit dhe të mbrojtjes hyjnore në këtë kohë krize, mirëpo nuk po mundej ta merrte atë që kërkonte. Përkundrazi, ai u bë edhe më i vetëdijshëm për gjendjen e tij, krejtësisht i pafuqishëm dhe i pashpresë pa Perëndin. Ai ndjente torturën e të gjithë hidhësisë së sjelljes së tij cinike dhe të paskrupullt të së kaluarës. Deri tani, ai ishte mbështetur te vetja, duke besuar që mund t'ja dilte mban vetë në çfarëdo situate. Mirëpo tani ndjeu pa aftësinë e tij totale për të zgjidhur situatën, duke qenë verbërisht dhe plotësisht i sigurt që të mos guzonte kurrë më të besonte tek vetja për të ardhmen e tij. Ai nuk do të guxonte më kurrë që të përpiqej ta jetonte jetën me zgjuarsinë e tij. Për t'ia bërë këtë plotësisht të qartë Jakobit, Perëndia e sakatoi atë teksa përlesheshin. Kapitulli 32 vargu 25. Duke ia nxjerrë nga vendi kokën e femurit si një kujtim i përhershëm fizik i dobësisë së tij frymërore, por edhe si kujtim i domosdoshmërisë së tij për të mbështetur gjithmonë te Perëndia, ashtu siç do t'i duhej të mbështetej mbi një bastun për tërë pjesën tjetër të jetës së tij. Jakobit ju neverit vetja. Për herë të parë në jetën e tij, Jakobi ndjeu një urrëtie të sinqertë për zgjuarsinë e tij, të cilën dikur e kishte admiruar kaq shumë. Kishte qenë kjo zgjuarsi që ja kishte kundërvënë me të drejtë Esaun, për të mos folur pastaj për Labanin. Siç dukej, tani kjo zgjuarsi ishte bërë pengesë që Perëndia ta bekonte më tej. Lër më të shkoj, i tha ai me të cilin po përleshej. Dukej sikur Perëndia kishte për qëllim që ta braktiste. Mirëpo Jakobi e shtrëngonte fort. Nuk do të lë të shkosh në rast se nuk më bekon më parë. Kapitulli 32 vargu 26. Më në fund, Perëndia shqiptoi fjalën e bekimit, sepse Jakobi ishte tani më aq i dobët dhe i dëshpëruar, aq i përulur dhe i dorëzuar, sa për ta marrë atë. Psalmisti tha:
Rrugës ai ka pakësuar fuqinë time. Psalmi 102, vargu 23. Perëndia bëri pikërisht kështu me Jakobin. Kur Perëndia kishte mbaruar punë me Jakobin, atij nuk i kishte mbetur as edhe një copës varësie te vetja. Natyra e fitores së Jakobit me Perëndin, kapitulli 32 vargu 28, nënkuptonte thjesht që Jakobi u mbajt fort pas Perëndisë, ndërkohë që ai e dobësoi dhe krijoi brenda Jakobit frymën e nënshtrimit dhe të mosbesimit te vetja. Ajo nënkuptonte që Jakobi e kishte dëshiruar aq fort bekimin e Perëndisë, saqë nuk ju shit Perëndisë gjatë të gjithë përuljes së tij të dhimbshme, duke u përulur aq sa duhej që Perëndia ta ngrinte atë sërish lart, duke i dhënë atij paqen dhe duke e siguruar që të mos i trembej më Esaut. Sigurisht, Jakobi nuk u bë një shenjtor model brenda një nate. Ai nuk u tregua plotësisht i sinqert me Esaun ditën tjetër, kapitulli 33, vargjet 14 deri në 17. Mirë po në parim, Perëndia e kishte fituar një herë mirë betejën e tij me Jakobin. Ai nuk ju kthye më kurrë jetës së tij të vjetër. Jakobi Çalaman e kishte përvetësuar mësimin. Urtësia e Perëndisë e kishte kryer punën e vet. Të marrim një shembull tjetër nga Zanafilla, sërish të ndryshëm, atë të Jozefit. Vëllezërit e tij e shitën si skllav në Egjipt, ku u burgos padrejtësisht për shkak të shpifjeve të gruas së vlerosur të Potifarit, ndonse më pas u ngrit në një pozitë të lartë. Çfarë qëllimi kishte Perëndia në urtësinë e tij kur e planifikoi një gjë të tillë? Për aq sa interesonte Jozefit, përgjigjja është dhënë tek Psalmi 105 vargu 19. Fjala e Zotit e vuri në provë. Jozefi u sprovua, u përmirësua dhe u rrit në njohuri. Gjatë kohës si skllav, si dhe në burg, atij u dha mundësia të mbështetej te Perëndia, të ruante gëzimin dhe dashamirësinë në mes të situatave zhgënjyese, si dhe të priste me durim Zotin. Perëndia përdor shpesh vështirësi të përballueshme për të na mësuar këto mësime. Për sa u intereson njerëzve të Perëndisë, vetë Jozefi ofron përgjigjen kur u zbulon vëllezërve të tij të shkujdesur identitetin e tij. Por Perëndia më ka dërguar para jush, me qëllim që të ruhet diçka mbi tokë dhe për t'ju shpëtuar jetën me një çlirim të madh. Nuk jeni ju pra që më dërguat këtu, por është Perëndia. Zanafilla kapitulli 45, vargjet 7 dhe 8. Teologjia e Jozefit ishte po aq e shëndetshme sa ishte e thellë dashamirësia e tij. Sërish, ne ballafaqohemi me urtësinë e Perëndisë që i qeveris ngjarjet e jetës njerëzore drejt një qëllimi të dyfisht, drejt shenjtërimit personal të individit dhe drejt përmbushjes së thirrjes dhe shërbesës së përcaktuar për jetën e njerëzve të Perëndisë. Këtë qëllim të dyfisht e shohim të realizohet në jetën e Jozefit, sikurse edhe në jetën e Abrahamit dhe të Jakobit. Sprova tona të koklavitura. Këto gjëra janë shkruar për mësimin ton, sepse njëjta urtësi që i qeverisi shtigjet në të cilat shkelën shenjtorët e Perëndisë në kohët e Biblës, qeveris edhe jetën e të krishterit sot. Prandaj, nuk duhet të habitemi kur sot na ndodhin gjëra të papritura, shqetësuese dhe dekurajuese. Çfarë kuptimi kanë ato? Perëndia në urtësinë e tij kërkon të formësojë në ne atë që nuk e kemi arritur ende, duke na trajtuar në mënyrë më të përshtatshme. Ndoshta ai ka për qëllim që të na forcojë durimin, humorin dhe mshurinë, përulësinë ose zemërbutësinë, duke na dhënë mundësi të vazhdueshme për t'i praktikuar këto hire, sidomos në rrethana të vështira. Ndoshta ai ka për të na dhënë mësime të reja mbi vetmohimin dhe mosbesimin te vetja. Ndoshta ai dëshiron të na çlirojë nga vetkënaqësia, nga mungesa e realitetit, apo nga format e padukshme të krenarisë dhe mendjemadhësisë. Ndoshta ai ka për qëllim thjesht që të na afrojë pranë vetes për një komunikim të vetëdijshëm me të, sepse siç ndodh në shumicën e rasteve dhe siç e dinë të gjithë shenjtorët, shoqëria me Atin dhe Birin bëhet më e gjallë dhe më e ëmbël, dhe nga zëllimi i krishterë bëhet akoma më i madh, atëherë kur kryqi bëhet edhe më i rënd. Kujtoni Samuel Rutherford. Ndoshta Perëndia po na përgatit për forma shërbese për të cilat momentalisht nuk na shkon mendja. Pali i konsideroi disa nga arsyet për shtrëngimet e tij në faktin që Perëndia na ngushëllon në gjithë shtrëngimin ton, që nëpërmjet ngushëllimit me të cilin ne jemi ngushëlluar nga Perëndia, të mund të ngushëllojmë ata që janë në çfarëdo shtrëngimi. 2 Korintasve kapitulli 1 vargu 4. Madje vetë Zoti Jezus
Edhe pse ishte bir, mësoi në ato që vuajti bindjen dhe kështu u bë i përkryer për shërbesën e tij kryepriftërore të simpatizimit dhe të ndihmës për dishepujt e tij të munduar. Hebrejve kapitulli 5 vargu 8 dhe 9. Kjo nuk kupton nga njëra anë që ashtu sikurse ai është i aftë të na mbajë dhe të na bëjë më shumë se fitimtar në të gjitha vështirësitë dhe shtrëngimet tona, po kështu, nga ana tjetër, nuk duhet të habitemi nëse ai na thërret për ta ndjekur në hapat e tij. Por edhe duhet ta lejojmë të na përgatitë për shërbes ndaj të tjerëve përmes përvojave të dhimbshme, ndonëse mund të duken të pamerituara. Ai e njeh udhën që ka nisur, edhe nëse ne nuk e njohim për momentin. Ndonëse ne sinqerisht mund të habitemi me ato që na ndodhin, Perëndia e di me saktësi se çfarë është duke bërë dhe se çfarë po kërkon të arrijë me mënyrën se si ai po i qeveris punët tona. Ai është i urtë gjithmonë dhe në gjithçka. Këtë do ta kuptojmë më vonë, edhe sikur të mos e kuptojmë në këtë jetë. Jobi në qiell e di të gjithë arsyen e mundimeve të tij, edhe pse nuk e mësoi kurrë atë gjatë jetës së tij. Kështu që nuk duhet të rreshtim së besuari në urtësinë e tij, edhe atëherë kur ai na lë në errësirë. Mirë po, si duhet të përballemi me këto situata të mundimshme dhe të pakuptimta, nëse për momentin nuk mund të dallojmë qëllimin e Perëndisë për to? Së pari, duke pranuar që këto situata vijnë nga Perëndia dhe duke pyetur veten se çfarë agimi kërkon Ungjilli i Perëndisë ndaj dhe gjatë këtyre situatave. Së dyti, duke kërkuar fytyrën e Perëndisë pikërisht për këto situata. Nëse i bëjmë këto dy gjëra, nuk do ta gjejmë asnjëherë veten plotësisht në errësirë për sa i përket qëllimit të Perëndisë për mundimet tona. Gjithmonë do të mund të shohim në to të paktën atë mas të qëllimit që pati mundësi të shoh edhe Pali për gjembin e tij në mish, çfarëdo që të ishte ky. Ai na thot se gjembi ju dha si një engjëll i Satanit për ta tunduar në mendime të këqija ndaj Perëndisë. Ai i rezistoi këtij tundimi dhe e kërkoi 3 herë fytyrën e Krishtit, duke ju lutur që t'ia largonte gjembin. Përgjigjja e vetme që mori ishte kjo: hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Përmes reflektimit, ai dalloi një arsye se pse duhej të mundohej në atë mënyrë, që të qëndronte i përulur, që të mos mbahem me të madh për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave. Palit i mjaftoi ky mendim dhe fjala e Krishtit. Ai nuk kërkoi për më shumë. Ja cili ishte qëndrimi i tij përfundimtar. Prandaj me kënaqësi të madhe do të mburrem më tepër me dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rri tek unë. 2 Korintasve, kapitulli 12, vargjet 7 deri në 9. Ky qëndrim i Palit shërben si model edhe për ne. Pavarësisht nëse vështirësitë të krishterit kanë apo jo ndonjë qëllim për ta pajisur atë për shërbes në të ardhmen, ato gjithmonë do të kenë të paktën qëllimin që kishte edhe gjembi në mish i Palit. Ato do të na dërgohen për të na bërë dhe për të na mbajtur të përulur, si dhe për të na dhënë mundësi të reja që të shpalosim fuqinë e Krishtit në jetët tona të vdekshme. Mos vallë kemi nevojë që të dimë për to më shumë se kaq? A nuk mjafton kaq për të na bindur për urtësinë e Perëndisë në mundime të tilla? Në momentin që Pali e dalloi që ky mundim ju dha për të aftësuar atë që të përlëvdoi Krishtin, ai e pranoi urtësinë e dhënësit të saj dhe gjeti kënaqësi në të. O Perëndi, na jep hir që edhe ne të bëjmë të njëjtën gjë në të gjitha mundimet tona.